Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të Shtat dhe të Gazetës Nacionale. Jeni me episodin e 26 të emisionit POV Nacionale. Si rrallë herë, sot jeni me bashkë drejtues të emisionit. Jam Arber Ramadani dhe Ocean Dramaku. Mirë se vjen Ocean, mirë se kthehesh në emision. Shumë faleminderit. Ishe pak në pushime verore, po, pushime të parakoshme. Nështë shkoja pet, nuk i di. Për emision? Vështë për emision, do më thonë si jam. Nuk vi. Po, se po du të me dalë qështu. Okej, në kohën kur Ocean Dramaku punojke, këtë në herë, e ka pas bo një studje shumë të rëndësishme, që ka qenë me keqpërdorimet e naftëtorëve, të cilët në vend të naftës importonin edhe uja, po? Po. Në fakt, raportimin e parë rreth kësaj teme ekskluzivisht në Nacionale kemi bërë në qershor të vitit 2025. Qershor ka qenë, do më tash një vit. Po, qështu, do më thonë para një viti dikun ka qenë, edhe ka pas të bëjmë së dyshimet e para, atëherë informacionet të kanë shumë atë cekta, do më thonë na nuk na ditë në çfarë faze kanë mbri hetimet. Në fakt, kemi mendu që janë në përfundim, po çka kemi mujtë me marrë informacion, ka qenë që janë disa kompani në objektiv të prokurorisë, cilat normalisht në atë kohë janë diskutu pak disa emra Arber, po nuk kemi mujtë me izbulu shkaku që kanë qenë hetime duke u përfundu. Do më thonë edhe du të me marrë parasysh pjesën edhe pak edhe kohën kur e bënë raportimin e krejt. Qka ka ndodhë, do më thonë, Arber kanë qenë disa kompani të dyshume në Kosovë dhe Shqipëri, cilat kanë bashkëpunu si grup kriminal, për me sjell në Kosovë, do më thonë, në vend të naftës kanë sjell ujë. Tash njerëz po e keq kuptojnë ka pak edhe po mendojnë që me ujë ja u kanë mbush kerrët. Do më thonë, abden ke shkuti me mush naftë edhe të kanë qit ujë. Në fakt nuk kanë ndodhur kjo, ky grup kriminal do më thonë ka funksionu jo për me i dëmtu qytetarët. Ata kanë krejt që kanë bërë, do më thonë ka qenë disa vepra të rënda penale për me ikë tatimit, shpëlarje parave, pastaj do më thonë... Në qëfar formë që janë me... Po, do më thonë... Ose që pak e ki një video, apo? Po. A ndjekim njerë video, pastaj ti bëj disa pyetje? Po, mujna me djek videon. Prokuroria Speciale ka konfirmuar që është duke kryer një operacion policor në 40 lokacione në Kosovë. Bëhet fjalë për një operacion kundër një grupi të dyshuar kriminal për një çështje që Gazeta Nacionale ka raportuar ekskluzivisht në fund të vitit 2025. Skema e re kriminale që po realizohet në Kosovë. Dyshimi është që në këto 34 milion litra të derivateve, gjitha nuk janë derivate, po ka edhe ujë. Institucionet po i mbyllin syt para këtij skandali. Pra, është importuar kinse naftë, po në vend të naftës ka pas ujë. Maunat ose cisternat që çdo që i quheni kanë qenë të mbushura me ujë. Për me e pas të qartë shikuesit, dyshohet se një grup kriminal në Kosovë e Shqipëri kanë bashkëpunuar me qëllim përfitimit të palegjshëm pasi që kompanitë të derivateve nga Kosova kanë porositë derivate jashtë vendit, derivate që kanë pas me arë në Kosovë pastaj me cisterna, edhe tu e marr parasysh që taksat për derivate në Shqipëri janë më të shtrenjta, shumë më të shtrenjta se sa në Kosovë për me importu derivate në Shqipëri, pra pagun shumë a shumë dogan ose akcizë, e në Kosovë do më thonë ma lirë. Kështu që grupi kriminal dyshohet që e kanë porosit pra naftën për me ardhë me importu në Kosovë, e këto mauna që kanë pas me kalu ka Shqipëria, pra qëto cisternat me naftë, janë dalë në Shqipëri dhe janë zbraz e janë mbush në vend të naftës, janë mbush me ujë. Nafta ka mbet në Shqipëni, pra u shit në të zezën, ndërsa në Kosovë ka hi ujë. Dogana nuk e ka kontrollu, sepse kontrollet janë hek, nuk merren më mostra, vetëm rastësisht nëse marrin diku, për shembull një mostër në 100 cisterna. Tash mauna që kanë hi në Kosovë kinse me naftë, që në fakt kanë qenë të mbushura me ujë, e kanë pagu doganën e akcizën shumë ma lirë se sa në Shqipëri. E pastaj në Kosovë kanë lëshu fatura fiktive për kompani kryesisht ndërtimore që me arsyetu naftën kinse e kanë importu, pra me bot dalje fatura, sepse nëse i merr 1.000 litra nafte edhe duhesh mi shit ato në Kosovë, kështu se kanë lëshu fatura fiktive. Në fakt, fitimin e vërtet këto kompani dhe ky grup kriminal e kanë pas të nafta që u shit në të zezën në Shqipëri. Për detajet e tjera, po presim edhe konfirmimin e prokurorisë, e cila pritet me dalë gjatë ditës me informacione shtesë rreth aksionit të sotëm.
Okej, qëtu kënë informacione dhe më thonë të para, ditën e aksionit, u raportu në media për 20 lokacione, në fakt prokuroria speciale pastaj e konfirmoj që kanë qenë 21 lokacione, edhe 9 prej të arrestumve, 11 në total ishin arrestu, ose janë marrë në pyetje, 9 prej tyre janë arrestu dhe janë dërguar në mbajtje. Po, derisa të zbaren tash gjitha rrethanat, prokuroria nuk ka dhënë shumë detaje rreth aksionit, as policia, as dogana, po çka ka ndodhur? Domethënë për me shpjegu edhe një herë pak ma detajisht, për ata që nuk e kuptuan në video, domethënë kanë qenë disa kompani të dyshuara, domethënë në Kosovë e Shqipëri, cilat pra kompanitë e derivateve në Kosovë e kanë porosit naftën, domethënë derivatet e naftës. Që naftë kur ka ardhur prej jashtë vendit, ka ardhur nga porti i Durrësit për shembull, edhe ka pas me kalu me mauna ose cisterna nëpër Shqipëri si tranzit, për me hi pastaj në Kosovë. Po çka ndodh? Domethënë zakonisht zhdoganimi i këtyre mallrave mundet me ndodh edhe në portin e Durrësit. Nëse vjen një mall për në Kosovë, në portin e Durrësit, është zyra ndërlidhëse domethënë atje, si mundesh me bësh zhdoganimin atje, procedurat që në kufi në Kosovë me hi pastaj veç me letra. Tash nuk e ka specifikuar prokuroria, a ka mbush gjithmonë çështo, por në disa raste po. Tash çka ka ndodhur? Çka cisterna që ka pas për shembull me ardhmë 1000 litra naftë në Kosovë, gjatë rrugës në Shqipëri u ndal në disa vende, domethënë në bashkëpunim me gjithë grupin kriminal, edhe u shpraz nafta. Sepse nafta që importohet në Shqipëni, qytetarë duhet me ditë domethënë se akciza, TVSH-ja, domethënë tatimi është shumë më i shtrenjtë. Kushton shumë më shumë me zhdoganu 1 litër naftë në Shqipëni se sa në Kosovë. Domethënë dallimi është me centa kështu, po 10 deri 20 cent për litër i bjen shumë më shumë për 1 milion litra për shembull. Edhe çka ka ndodhur, domethënë çka cisternë, për shembull me 1000 litra naftë, është shpraz në Shqipëni, edhe u shit që naftë u shit në tregun e zi në Shqipëni. Për shembull, nëse ka kushtuar nafta në euro gjys. Pse ka qenë destinuar për Kosovë? Po. E tash për me arsyetu transportin edhe atë mahunën, u mbush me ujë apo? Po, jo vetëm me transportu, jo vetëm me arsyetu transportin, nëse ti e zhdoganon, domethënë për me kuptuar qytetar, nëse ti e zhdoganon 1000 litra naftë në portin e Durrësit, po e marr shembull, ti ki me mbush qit peshë, domethënë uji dhe nafta e kanë pak a shumë peshën e njëjtë. Sepse qytetarët duhet me ditë, kamionat, cisternat që hinë në doganën e Kosovës kanë me u vendosë në një pjesë që është peshore. Domethënë kemi me shpjegu ma detajisht, kështu besoj se edhe emisioni tjetër e sigurojmë edhe videot, çysh bëhet matja e kamionave, edhe çato letra që ja dorëzon shoferi doganierit, ai e shet situ që ti e zhdoganu për 1000 litra. Edhe ai ka me kthyer kilazhin e kamionit, a është e saktë domethënë çike. Nëse është e saktë, domethënë vetë ta bën daljen edhe ti vazhdon. Tash, që ky kamion që ka hinë në Kosovë ka qenë i mbushur me ujë. Nafta ka mbet në Shqipëni, edhe u shit në të zezën, pra nuk u pagua statim as kurrë. Informacionet tona në 2025 kanë thonë që këtu hetimi janë të zhvillu SPAK-u me prokurorinë speciale në bashkëpunim. Domethënë nuk e pa mende ndaj reagim prej SPAK-ut, paktën deri tash jemi të ingjizu, nuk e dim çka është ndodhur në Shqipëni. Ndërsa që kjo ma unë, që u arë në Kosovë, pastaj me 1000 litra ujë, është praz dikon, domethënë veç u derdh ata, po ti është dash me arsyetu dalje si tu, 1000 litra ti duhesh mi shit, para se me të ardhë 10.000 litra tjera, për shembull. Kështu që këta çka kanë bë, domethënë dyshimet kanë qenë se këta kanë lëshu fatura fiktive. Faturat fiktive zakonisht për shumë litra naftë, lëshohen ma shumë për kompanitë ndërtimore, për ato si shpenzojnë shumë, edhe që ti mundesh me bu një letër, një paragon, kjo pastaj hen edhe të pjesa që është një përgjithësi edhe institucionale, nëse atë kohë Albër kur kemi raportu, ka ndodhë edhe që kjo tranzicioni që u paralajmëroj ke digitalizimi i arkave fiskale. Që kjo u mundësej ke bizneseve, pastaj me lëshu paragona. Do më thonë se ty edhe me të ardhë inspektoratit i thëshe jem proces për shambull për digitalizim, adin në kanë dhonë kohë, po, për me u digitalizu. Po, që ke par hapësira dhe të digitalizohen, pastaj... Po, sepse ti ma heret, nëse ty tu kanë dalë arka fiskale, do më thonë është tepër e rëndësishme me ditë qytetarët, arka fiskale në çdo pumpë të benzinit Arbër, në momentin që i ke lëshu 20 euro si tu, ty 20 litra se ti u dash me të mungu në rezervar. Do më thonë në rezervarin e pumpës benzinës. Edhe inspektorati i ka pas tepër të letë
me evidentu gjithë shka do më thonë nëse ka ndodhur një problem, sepse arka fiskale ka qenë qelësi i lidhjes do më thonë me ATK-n në real time, në kohë reale. Çka ka ndodhur do më thonë që atë kohë këta lësheshin paragona, për shembull 1.000 euro, 500 euro, 300 euro adin, naftë që shtu e sene, tash këto metin do më thonë me u zbulu edhe prej prokurorisë se çka ka ndodhur, po kryesisht këto fatura kanë qenë fiktive. Tash do më thonë çdo faktura në atë kohë që i kanë marrë edhe kompanitë e ndërtimit, qëto e kanë arsyetu, do më thonë pompën e benzinës për daljen që i kena shit dhe me këto 1.000 litra. Edhe që kanë pagu, do më thonë, tatim. Prap ka qenë fitim prej asaj naftës që ka met në të zezën me ushit që atje. Po, gjithashtu ka pas indicje që disa kompani ndërtimore pastaj që to po i shtinë si shpenzime, si adin për me kthy të vëshën, këto farë çështje të biznesit, po këto janë çështje të paprovuara. Do më thonë na nuk e dim, mu më kanë shkru që bojnë qështu, po nuk e di do më thonë që funksionon në praktik edhe prokuroria, a është e hetu qatë fush. Po, që ato nuk e di. Se shumë e sofistikume, shumë specifikat kriminalitetit. Po, skema do më thonë është të jetë mire mendume, edhe një bashkëpunim të e për i ngusht, sepse për me bot i keqit proces të duhet guxim, duhen njerëz, duhen asete, gjithë shka kështu që ka qenë një rjet i sofistikum nëse vesa arrijet me u provu gjithë shka. Për me cek, do më thonë, to që ndodhen në aksioni u krynë 9 lokacione, do më thonë, kem Prishtin, komunën e Mamushës, Suarek, Prizren, komunën e Lipjanit, Kaçanik, Hante e Lezit, Ravec, Viti, edhe kanë qenë të përfshime prokuroria speciale, pra drejtuese aksionit, policia, dogana edhe ATK-ja. Sepse po dyshohen, do më thonë, grupi po dyshohet për disa vepra penale, shpëlarje parash, kontraband e derivateve, shmangin nga tatimi edhe disa vepra penale të rënda të tjera. Emrat e të arrestuarve, do më thonë 11 qarkullun dje sinjali i kishtë cek, duhemi me cek sepse na nuk e kemi pasi informacion. Do më thonë kështu që ma mirë i citojmë, sepse nuk e dim. Po dolin disa media dhe në të sinjali. Po, do më thonë nuk e di sa ja vlen me i përmend kështu këta që janë arrestu, po për hir të korekcis ka qenë Gazmend Çuni, Skënder Kelmendi, Faruk Mazreku, Naser Morina, Adem Morina, Nusret Bajraktari, Feriz Mazreku, Fatmir Visoka, Muhamed Mazreku, Dashnim Miftari edhe Korab Visoka. Nuk janë përcaktu kompanit, do më thonë, ku kanë qenë pronar, do më thonë, qëtu se i dim deri stash emrat që i kanë publiku, janë qëtu. Edhe kompanit besoj që është letë e evidentushme pastaj edhe për prokurorisë, do më thonë, po, sepse veç e din është atë cila ka pas marrëveshje ose qysh. Qëtu kanë 11 emra, 9 figureshin të arrestuar, do më thonë që janë dërgu në mbajtje. Kështu që i bie që 2 prej tyre, që po përmenden këto, po janë lirun procedurë të rregullt. Po, normalisht krejt këta janë të pafajshëm derisa gjykatat e thot fjalën e fundit. Po, por me gjithë atë, unë e mendoj arbër që mbetet një prej aksioneve më të mëdha të 2026-s, të paktën deri tash, edhe gjithashtu mendoj për me kthy edhe tek përgjegjësia institucionale, nashta kemi me spjegu edhe me mysafir në epizodet e ardhshme të povit, se çka ka ndodhur domethënë në sektorin e naftarëve, domethënë shoqata naftarëve i patlyp do fan ndryshime për kontrollin e naftës. Po, për shembull arbër më herët kontrollin e naftës në doganën e Kosovës e kanë bë kompani private, pra kanë fituar tenderin një kompani, edhe tek e pas laboratorin, i cili ka qenë në kuadër të doganës. Po, okay. Por ti ke qenë kompani operator privat. Çdo maun që ka hi, në 100 mauna, për shembull 90% e tyre është marrë nga një mostër me u kontrollu cilësia e naftës që po hen në Kosovë. Me ardhen e Rozeta Hajdarit si ministre, e kam paraqit vetëvendosa si sukses, që po e ndryshojnë udhëzimin administrativ. Po, gjithashtu, po, këtu është edhe Fadil Berjani, shoqatës naftarëve, që thotë gjitha ndryshimet që kanë ndodhur, thotë janë taman të kërkesës tonë, që i bie që këta janë pajtu me që ato, nuk e di domethënë çysh e kanë mendu, por ka ra qatë shumë kontrolli naftës në Kosovë, përsa ata dhe kanë pas tepër probleme qytetarët, mendoj unë, domethënë, sepse kontrolli naftës është shumë më i vogël se sa më herët. Nuk mundet nuk ka më mostra në 90% prej 100 kamionave për shembull. Po, domethënë është tepër e rastishme sepse Rozeta Hajdari me sa të vendim, qeveria ka dhënë këtë
të drejtë, edhe këtë përgjegjësia ka dhënë doganës së Kosovës. Krejt doganës, krejt shtetit. Edhe dogana e Kosovës, domethënë tashti qysh me thonë Albert, domethënë ashta një zyrtar që aty mundet me ra në kontakt me një kompani, edhe ajo mundet me kalu pa kontroll. Domethënë çike mundet me ndodh. Jo, dhe tek ndërkas ka pak edhe mungesë të përgjegjësisë kur është kështu puna e shtetit. Normalisht. Kur ka operatori privat nëse se kryen punën, ai e di që i ndërpret kontrollata. Po, tash unë mendoj një diçka, nëse çka kish ndodh. Domethënë dje, ose kur ndodhi dita e aksionit që u arrestuan këta persona të dyshuam. Duke pas kontroll operatori privat, ishte arrestuar operatori. Ishte arrestuar edhe operatori privat gjithçysh. Domethënë ndërkas ti që tu në këtë aksion, i kitë të përfshime edhe doganën, që ka kaluar. Po, askush nuk e auditon, domethënë që shka ndodha, dhe na ka ndodha i kontrol, që tu ose, sa herë kontrolu që kjo kompani. Tash prokuroria është tepër e rëndësishme me i marrë për doganës të dhanat, sa testimi e mbut që dy në kompanive. Nëse su bo kur asnjë, e ju ka bo për shembull disa kompanive tjera, ma shumë, atë kjo mundet me kanë edhe politike, edhe mundet me kanë domethënë një indicje që dogana dikush prej doganës, ka qenë në dieni. Për sa pa qenë në dieni se ka kryer punën, na për hir të korrekcisë, kështu kam dërguar email domethënë në institucione, edhe në moment, edhe tek dogana e Kosovës, edhe kemi ftuar dikon edhe prej palëve të interesit këto prej operatorëve ose si i përfaqëson ose shoqatës. Arbërvis me diskutu pak ma detajisht, domethënë çka ka ndodhur dhe a jemi të bu mirë në sektorin e derivateve, sepse nëse ka shumë ankesa, është një problem tjetër që qytetarët janë anku shpesh për shembull për çështjet e derivateve, po te edhe nëse e dërgon ankesën, minte inspektorati i ka të drejtë dikon 72 ora, çdo diçka është një fal afati, 2 ditë ose 3 ditë, për me shku me reagu. Tash nuk po thëmë sakt 72 orë, po prej 24 dhe 72 orë është një afat ligjor për me reagu inspektorati. Që të nuk mundet arbër kërkush të me të garantu që nuk lajmërohet pun pa derivateve, nuk i thojnë që kena me arën kontrol. Adin, na kemi te për raste raportohen domethënë arrestime të zyrtarëve të ATK-s, të institucioneve, sepse marrin rishfet, 100 euro, 200 euro, 300 euro. Ta shte po mendoni që një punë për derivateve, që janë milionere, domethënë në shumicën e rasteve, ti po mendon që nuk mund me i majt që ta persona në teren, domethënë është tepër temë që duhet më detajizu kështu edhe me fol edhe prej ministrisë dikush, të pakten sa për korrektësi të opinionit, se çka është ndodhur në sektorin e derivateve. Okej, pro ti ke pas një përpjekje dhe po do me vazhdu përpjekjen për me i taku, apo? Po, me taku ministrinë, doganën edhe këtë përfaqësuesin operatorin e kalum. Po, për shembull dikush prej operatorëve që ka qenë privat që ka qenë për shembull aty, qoftë dikush prej prokurorisë për me fol më detajisht për rastin e krejt. Përveç rastit tani edhe kështu konceptualisht çka do të mendoj. Po, fiks domethënë nëse ka ndodhur. Se për një me ka shumë për shembull jashta kështu gazetarisë qytetarët një ndër temat, top 5 temat e kanë qëto punën e naftit e derivateve. Çdo familje, çdo takim flitet për këtë temë, mirë po kur nuk është sqaruar deri në fund, a ka kriminalitet, ku është kriminaliteti? Sepse na deri vonë në Kosovë na kemi diskutuar çysh në Shqipëri nuk ka cilësia e naftës e mirë. Domethënë na kemi thonë kështu si qytetar të thjeshtë, nuk e kemi ditë çfarë cilësia është, as nuk kena ditë që në doganë njën të u bo në e kena ditë nga si gazetarë, po jo qytetarët. Po që na ka siguru neve deri vonë, ka qenë që ke do më thonë që te e ki një farë, dikush e ka një përgjithësi. Po, për me kontrolu, nëse se ka a i shkën bërgë, se është operator privat edhe zgudzën. Po, edhe s'mune me marë më kur të ndërë, tani nëse a i dënë me u korruptu, a i letë hen në atë loj, arrestohet, do më thonë është prokuroria. Ka në herë që kjo është çështja e, s'po di që me thonë, kur shteti jep, dikunja privat, edhe të mbikëqyrë shteti. Delegimi kompetencave. Normalisht, edhe të mbikëqyrë shteti edhe është kejt tjetër temë. Qështu do më thonë deri që tu arbër? Po, do më thonë nëse nuk shkën në pushime, javën tjetër e vazhdojmë këtë temën e naftarëve, po edhe nëse jo javën tjetër. Po, se besoj që veç shtjellot edhe ma shumë edhe dalin ma shumë detaj. Shtjellot ma shumë edhe gjithashtu këta për pak do të ketë edhe akt akuz ndaj këtyre, do të ndjekim edhe në gjykatë përmes gazetare Seriola Cocaj, edhe si rast specifik, por pastaj edhe me kështu ma në ide ku është problemi, pse
Po një tim tjetër e cila ka qenë e ngjashme me këtë naftarëve, ka qenë çështja e njësorëve elektrike që janë, me gjosë sërish e ke bo edhe një video, apo? Po, në fakt kjo është tash veç vazhdim i temës, shkaku që ato se e kemi paralajmëruar na ma herët arbërve s'ka ardhur, ka ndodhur. Domethënë na e kemi thonë nëpër storyet, raportimet e mëhershme që në momentin që na kemi qitë raportimin, ne kemi publikuar hulumtimin ton në mars të vitit 2026, në prill ka marrë konferencë Keci, edhe pastaj kanë vazhduar aktivizu Keci i ka muhu gjitha akuzat. Paradoksalisht me një prill. Po, ka thonë që njësorët janë në rregull dhe bojnë matje në rregull. Çka ka pasu tutje, ka qenë domethënë që kjo që mundin me ndjek në video, pastaj kthehemi e elaborojmë edhe pak. Keci thoshte se njësorët janë në rregull, për në prill të këtij viti dha tender me vlerë mbi 3 milion euro për ndërrimin e njësorëve elektrik. Tash kanë shpollur tender edhe për qese për njësorët elektrik. Krejt këto ndodhen pas raportimit ton në mars të këtij viti. Fillimisht na lejoni të ju sigurojmë që të gjithë njësorët e vendosur nga KEC e bëjnë matjen e energjisë elektrike me saktësi dhe ky është elementi kyç për çdo faturim dhe nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Kështu i garantonte Keci qytetarët në konferencën për media, të cilën e kishte mbajtur më 1 prill të këtij viti, disa ditë pas publikimit të hulumtimit ton për dallaverët me njësorë elektrik. Mostrat tona nga të gjitha rajonet e Kosovës tregonin se një përqindje e madhe e njësorëve elektrik nuk janë të kalibruar, nuk e kanë orën e sinkronizuar me kohën reale dhe janë jashtë afatit të verifikimit periodik, që do duhej të ndodhte çdo 12 vite. Pra kishte njësorë më të vjetër se 12 vite dhe rrjedhimisht ngriteshin dyshime për keqpërdorime me që rast dëmtoheshin qytetarët, të cilët i paguonin faturat e fryera në fund të muajit. Megjithatë, ani pse Keci nuk e pranonte, ajo që ka ndodhur më pas e vërtetoi raportimin në Gazetës Nacionale. Ministria e Tregtisë e formoi një komision i cili doli në terren për të kryer verifikime të njësorëve të energjisë elektrike në bazë të ankesave të qytetarëve. Si pasojë e asaj që u verifikua në terren, Minti deri më tani ka shqiptuar mbi 150.000 euro gjoba për Kecin. Prokuroria themelore në Prishtinë gjithashtu autorizoi policin për të nisur hetime, për të mbledhur prova, të cilat po vazhdojnë ende, por që nuk dihet se deri ku kanë arritur. Në anën tjetër, në kohën kur inspektorët e ministrisë, pra shteti po kryente verifikime në terren, Keci u angazhua fuqishëm për të ndërruar njësorë më të madhe. Njësorët me afat të skaduar ose të pakalibruar po ndërroheshin çdo ditë nga ekipe private të angazhuara nga Keci. Kjo sepse çdo njësor që do të gjendej jashtë afatit të verifikimit ose i pasinkronizuar nga inspektorët e shtetit në terren, do të rezultonte me gjobë ndaj Kecit. Për të ndërruar sa më shumë njësor, në një farë forme për të fshehur sa më shumë prova që mund të zbuloheshin në terren nga inspektorët e shtetit, Keci angazhoi edhe kompani private. Tenderi që po e shihni në pamje është i publikuar në fazën zyrtare të Kecit, e i cili figuron se i është dhënë një operatori privat në prill të vitit 2026. Vlera e tenderit figuron mbi 3 milion euro. Keci e dha këtë tender milionësh disa ditë pas publikimit të raportimit tonë. Pra derisa inspektorët e shtetit e policia mund të identifikonin 10 apo 100 raste në ditë të njësorëve në terren, sepse nuk kishin më shumë kapacitete, Keci po punonte fuqishëm që të zhdukte njësorët e vjetër, duke angazhuar edhe kompani private për këtë çështje. Në anën tjetër, Keci tashmë ka edhe një tender aktiv ku po kërkon qese për njësorët elektrik. Tenderi figuron me vlerë rreth 25.000 euro, që sigurisht do të shërbej për qeset ku do të futen njësorët që janë ndërruar ose janë në proces të ndërrimit. Krejt kjo që po ndodh në terren, ngrit disa dyshime për disa çështje. Pse prokuroria themelore në Prishtinë, konkretisht prokurori Besart Mustafa, i cili e ka në dorë rastin e njësorëve elektrik, nuk ka kërkuar vendosjen e masës së përkohshme të sigurisë, në mënyrë që shteti të sigurojë që asnjë njësor të mos ndërrohej pa u verifikuar nga institucionet shtetërore. Pastaj, pse Ministria përgjithëse, Minti në këtë rast, nuk e ka kërkuar një masë të tillë? Pse nuk janë zgjeruar hetimet në këtë çështje në mënyrë që të parandalohet çdo vazhdim i keqpërdorimit? Prokuroria dhe Ministria e Tregtisë duhet i përgjigjen këtyre pyetjeve në mënyrë që të zhdukin çdo dyshim që krejt këto veprime që ju mundësuan një operatori privat, Kecit në këtë rast, nuk janë bërë qëllimshëm. Ministria mund të thotë se po shqiptojnë gjoba, por gjobat prej 10 mijëra eurove nuk mund ta dëmtojnë ose ta ndalojnë një operator i cili qarkullon miliona euro brenda një viti me përfitime marramendse.
Okej, pra krejt që ka ndodhë që jenë mohu ajo që ka u gjetë prej Gazetës Nacionale, u mohu ajo që ka e kemi gjetë me Visar Kadrollin, me fotografin ton, unë edhe Visarin në teren. Me 1.000 mostra, po, 1.000 diçka mostra, 1.050 në mos gabofsha. Më në hullum tim konkret, jo diçka... Po, do më thonë fiks që vetë shbohet... e orat atë... Fiks që shbohen që shmiren mostrat, kështu do më thonë qashtu kemi shku. Me metodë shkencore, kështu metodike. Po, se do më thonë, veç do isha me u siguru që mes me dalë një huqje në funda diçka. Edhe rezultoj me... Edhe rezultoj do më thonë që ministria nisi pastaj aksione, formoj një komision, që ato që e thame në video, shqiptoj gjoba do më thonë derin 200-300.000 euro sa kam bri deri sot, ndërsa keci në anën tjetër në prill elshonit të ndër me mbi 3 milion euro për ndërrimin e njësorve. Po, do më thonë që të kompanit private që i kina pa në përhymje të ndru njësor, ju kanë të kontraktu me mbi 3 milion euro për me ndru njësor. Tash është edhe një të ndër tjetër, 25.000 euro për qese për mi mbështjel njësorët. Do më thonë, këtu e në disa qështje që du të më ngrit. Ka ndërmar hopa dhe vetë keci e cila e më hënte se ka problem. Do më thonë, ata ka thonë që nuk ka problem. Pagu kompani. Tash, na nëse e mendojna komisioni i mintit, që ka mujtë me mbrim rana ditës, ka mujtë me i gjetë, me i kontrolu, nështë ta 10 njësor, nuk besoj do më thonë që mundën me mbri një numër prej 1.000 njësorve në ditë. Ate nuk mundën. Ata është këto përduke që një parë konkurencë ndërmjet komisionit mintit, me shku me i kop njësorët edhe kecit për me i largu njësorët. Fiks. Do më thonë sepse... Me që kecit si ka ma shumë kapacitete edhe ma shpejti të hekë. Resurset i ka ma të mëdha, se unë i kom shu të ndër 3 milion, e të jetu funksionu me inspektor tu. Me 4-5 inspektor. Do më thonë, e për munges në inspektorëve na e dim, sepse për që ta vdesin... Edhe mi hekë është ma letë, veç i hekë. Po, edhe tash do më thonë, krejt që ka mujtë më parandaluhe që janë që kjo. Po, që kjo është qështja që e kom gritë në video. Ke një sort me të shëndru në ven edhe me po ato kriminalitet. Prokurori ka pas të drejt, që dytërisht, unë nuk e di pse s'ka ndodhë, do më thonë, të vetë, edhe vetë je jurist, në çështje të tilla, në raste të tilla, kur rreziku është aty, edhe mundet me vazhdu kesë përdorimi, ose diçka e tillë, prokuroria zakonisht domethënë e vendos një mas, kërkon mas të sigurisë të përkohshme, po e kërkon, edhe gjykata e vendos pastaj që gjithashtu edhe ministria ka mujt me kërku, veç me ngri këtë situatë me thonë qëre, as ministria, as që ta nuk guxojnë me prek njësor. Letre situata që është, ta shojmë ako kriminalitet. Po, deri sa të dalim na me një komision, për shembull që e njeh këtë fush, edhe me dalë policia, me etosi me policia. Po, policia me mbledh domethënë prova. Normalisht procedurat kishin zgjat shumë më shumë, a e dihet. Po ish rregullu një herë mirë dhe përgjiths. Të paktën ish evidentu nëse ti e dëmtu, sa e dëmtu. Sepse ty nëse ta ka marrë njësorin keci mund të thonë një dëmtu 20 euro. Nëse e merë ministria, mundë me thonë 35. Në më thonë qytetarët këtu janë, nuk po dinë më kujt me i besu, sepse janë mes dy zjarëve. Unë jëmë kanë me një story në Ziljan, ku personi në më thonë në fjallë, i ka nërë te për faturat e fryra, ka qenë duke u tarifu me tarifën e shtrejnët gjatë natës, në fakt e ka menu që është me të lirën, edhe e ka thirë ministrinë me ardhë, azencinë e meteorologjisë, edhe të njëjtin nuk ju kam parasit. Qa ka bu kece, ka thirë në telefon, se këta kanë thonë, hej tash e këna quna në kesen në mynd, kur ju më kanë në intervist, thana ju këna drejtu shtetit. Letë vjen shtetit, letë e merë njësorin, edhe na vazhdojna me pagu, sepse unë s'muj me pagu si shuma. Qa bëm kece e thirë dhe i thët, na të hanën vim me polici me hek njësorin, me shkyqë rrymen. Edhe përmes me shkyqë rrymen, qytetarit detyrohet prap, me dalë një zeta dhe para. Ki si informacion, so për du të me pritë qytetari, prej kuës kër e thret ministrini? Tas që kjo qytetari... Së në kom rosti në shpe, atje në fshat, prindi, ku banon prindi, po i vjen fatura tepër e fryme, jash zakonisht e fryme. Vitet e kalu me 20-30 euro ka pagu energji elektrike, si janë vesh 2 prindrit e me, që banojnë aty, tash po i vjet 60-70 euro fatura rrymës, është diçka enorme. Po, dhe jemi të folë për mujë që nuk... Po, edhe ka nashta 3 javë, prej kur e ka dërgu emailën në ministri, edhe nuk ardhë ende askush. A kisë informacion për qytetarëve so po presin? Edhe që qytetari që kesh, për që ta jem të thonën e që prokurori ishtë dash këtu me marë masa, sepse prokuroria e shtetit takohen, mujnë me u taku me ministrin, mujnë me i thonë, hej, sot na vim për vizit për me mbledhe informacione. Edhe në takim ti mundesh me i thonë sot merë ty ko,
kur thirë sajnë pejës atje në katun. Për so shkën Po, tja, për so e keni një mesatorë. Ta shka ka ndodhë, do më thonë është një çështje tjetër që gjithashtu prokurori ishtë dash me pas parasysh, si pas mendimit tem, si pas opinionit tem. Nëse arbëri jeton me një banes, me një hymje banesës, te ke qua ankesën, ka ardhë komisioni edhe inspektorati i ministrisë kanë ardhë dhe kanë këqyrë njësorin të ndarbër, që ti e anku. Nëse jo të ju konë gabim, nuk i kanë këqyrë edhe 50 tjerë që janë në satë hymje. Ndërsa Keci, që e ka ditë që është me afat s'ka dumë, ose nuk është të matë mirë, Keci ka ardhë të unë në hymje e ka ndru më nëna ditës i ndru ato. Kejta të farë... Po, komplet, dhe më thonë jenë 90, jo, 60 banesa dikun, dhe më thonë krejt i ndru për një ditë. Edhe punojnë ato sa ata e në privatë njëri, abdin a ju dalë dhe më thonë a i qanë. Ja, këtu veç prokuroria ka dorë, se nuk mërët me ushty ministria me Kecin, në këtë kontekst, sepse në këtë kontekst dhe në këtë kontest, se Keci veç e krynë këtë punë. Veç prokuroria ka mujtë në ngri. Mos me i prekë që ta njësë. Na veç duhet me kuptu të më thonë qartë. Buzetin e shtetit, ministria, për shembull po dënë me shti një kompani private për që të nderë. Veç procedurat sa i marrin kohë shkojnë 2-3 muaj, sepse janë paret shtetit, duhet procedura. Keci ta krynë më nëna ditës, do më thonë, brenda mujit prelle ka kry, e ka pasi me kapacitetet veta, s'po mundën me mëri, jep 3 milion euro, do më thonë, dikunja, tash çështja, do më thonë, është e ngrita dhe në video, që në fund arbër, sepse Keci u dënu dhe i stash në 200-300 euro, qa po t'jone. Në fund, përgjithësia penale ka me mujtë me u provu qëtu, do më thonë, sepse që do provajnë zhdupën. Po dëmtojnë vazhdimisht. Nuk e di do më thonë a i gjemë prokuroria, a hinë të Keci, a u marën pyetje dikush aty, a jeni kanë, do më thonë, një vetash, si me thonë, si qytetarët mundën me dyshuan motiv të prokurorisë, se tash nëse është mundësia me e ngri çështjen edhe me pa kriminalitetin, ti nëse lejon me ti dëmtu provat, dhe tash bëshkin se po i kërkon provat me rikthime me ku ta di, ka humbë besimi qytetarët qanë. Edhe gjithashtu jetu bu gabimin hapat të procedurës penale që jetu e zhvillu të hetimeve. Që kjo do më thonë paka shumë, po për gjitha këto tash na do të me këshyrë sa është ndodhë tutje, s'ka u bën shtetit tutje dhe na mendojmë... Po është njëna për këtyne temave që si pas me ata që janë të përfshim në këtë shpërdorim, pretendojnë që bëhet e madhe për 1 javë, 2 javë edhe shuhet si temë, po që kemi dëshmu në Gazetën Nacionale, kohët ashtë 5-6 mujnë ashtë që janë të morë me këtë temë, që prapë në emision e kemi këtë temë, do ta kemi në emisionin tjetër, edhe tjetërin, dhe sa ta dim kështë qka është të bëllë, dhe sa të vedisojnë qëtëtarët vetë me kërku drejten e tyre. Okej, o qanë, i kalojmë këto 2 tema, shkojmë një temë tjetër të gazetarës Erjola Cocaj, e cila ka qenë në Prizren, atje ku prindi i një fëmije 11 vjeçar, ka lajmëru në Gazetën Nacionale se djali i tij është rrah nga trajneri i futbollit dhe është rrah sa kanë qenë në trajnim edhe në lojra në dorës të Shqipërisë. Baba i 11 vjeçarit ka folë për Erjolën edhe ka refyse që ka ndodhur. Ta ndjekim historin. Djali i ka qitë duart në krye, mbroj do mon prej sulme trajnerit. Ai do mon në mënyrë skandaloze ka reaguar ndaj djalit tim. Qysh u rën një fëmijë 11 vjeçar gjatë një turniri të futbollit në Durrës nga një trajner? Çka thot prindi i tij? Çka thot trajneri dhe ekipi i tij për këtë rast? Çfarë pozite shtetërore mban trajneri që dyshohet se ushtroi dhunë ndaj fëmijës 11 vjeçar? Një fëmijë 11 vjeçar pretendohet se është rënë nga një trajner gjatë një turniri të futbollit në Durrës. Bëhet fjalë për një futbollist 11 vjeçar të shkollës së futbollit Drini i Bardh në Prizren. Gazeta Nacionale ka zhvilluar një intervistë me babain e 11 vjeçarit, Din Çoçaj, i cili ka deklaruar se trajneri Bashkim Mallaku nga shkolla e futbollit Arbana ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij. Mes të tjerash ai ka treguar se djali i tij kishte shkuar në turne me shkollën e futbollit Drini i Bardh, ku edhe stërvitej vazhdimisht. Mirë po, pas një marrëveshje mes trajnerëve, pa u informuar prindi, futbollisti 11 vjeçar ishte vendosur të luante për shkollën e futbollit Arbana. Ka ndodhur një rast shumë i keq domethënë kundër djalit tim. Do konë turner atë në Durrës. Domethënë
kanë qenë dy shkolla futbollit, shkolla futbollit Drini i Bardh, të cilën e përfaqëson domon djali im, dhe shkolla e futbollit Arbana. Domon djali im ka shku ma përfaqësu shkollën e futbollit Drini i Bardh, por në fakt atje kanë ndodhur disa gjëra shumë ndryshe domthon. Se djalin tim kanë qitën me lujtën për shkollën e futbollit Arbana. Edhe atyne me një lojtar të shkollit të futbollit Arbana ka pas një kacafytje domthon ka pas një kacafytje të vogël ku lojtari i shkollës së futbollit Arbana ka shoj djalin e ka fyje kështu domthon edhe ka sulmu me grushte. Po edhe djali ja ka këtu në njëjtën mënyrë domthon ku janë përlesh domthon me atë shkollën me lojtarin e shkollit të futbollit Arbana. Në atë rast domthon ku ka ndodhur kjo kacafytja edhe përleshja e vogël ndërmjetën ka reagu domthon trajneri i shkollës futbollit Arbana Bashkim Mallaku. Cilën domthon lojtarin e vet as nuk e ka prek me dorë, kurse në djalin tim ka cilën shumë herë domthon 5-6 herë 10 herë ku e di unë domthon djali i ka qit duart në krye u mbroj domthon prej sulme trajnerit. Domthon reagimi i tij ka qenë skandaloz, domthon ka bën sulm makabër ndaj djalit tim. Domthon vend se më bisedu me djalin, apo den mi ndreqën, mi pajtue, mi thonë që nuk bën kështu, ai domthon në mënyrë skandaloze ka reaguar ndaj djalit tim. E ju paguni që djali ju mi kry trajnime të shkolla e futbollit Drini i Bardh domthon po. Çoçaj ka ndarë dhe detaje se si ishte informuar për rastin. Pasi e kishte marrë vesh lajmin, ai kishte shkuar personalisht në Dorës, kishte marrë fëmijën e tij dhe ishte drejtuar komisariatit të policisë në Dorës, ku kishte iniciuar kallëzim penal. Pastaj domthon kam marrë telefonat nga një trajner tjetër i shkollës futbollit Drini i Bardh Orlando Dolaku, ku më ka tregu për rastin edhe gjitha çka ka ndodhur. Dhe nuk më duhet që domthon ja ka fut vetëm një shqipllak apo din edhe ka kryer me çash apo din. A në fakt këtë tjetër sa domthon sulmi makabër kon ndaj një fëmijë 11 vjeçar domthon, ku mundet ma lanë edhe me pasoja më të meta e shumë sende të tjera. Kom shkue kanë pas amonisë më kthy prej Durrësit, më kthy për Kosovë, po unë kom shkue kom marr djalin, e kom ikë prej autobusit. Domthon ka qenë prezant aty edhe Bashkim Mallaku. Domthon e kom marr djalin, ja kom marr çantën edhe kom shku kom bën domthon kallëzim penal në komisariatin Durrës. A pat ju naj komunikim me... Jo, ka dashtaj më komuniku domthon personin në fjalë, po unë nuk kam pranuar me bisedu, s'kam dash kjo gjë më pas kur çfarë kontakti me ta. Domthon tash jam të mirë me ligjin me krejt to sendet. Prindi 11 vjeçarit ka deklaruar gjithashtu se zotri Mallaku mban edhe një pozitë shtetërore si gardian burgu në Prizren. Domthon Bashkim Mallaku është gardian i burgut të policisë në Prizren domthon. Gazeta Nacionale ka biseduar dhe me trajnerin Mallaku, i cili e ka dhënë versionin e tij të ngjarjes. Jashtë kamerës ai ka mohuar versionin e babait të 11 vjeçarit, duke deklaruar se veprimet e tij kanë qenë të menaxhueshme. Dhe se gjithçka kishte bërë vetëm që t'i friksonte fëmijët, në mënyrë që përplasjet mes tyre të mos përsëriteshin. Mallaku ka theksuar se nuk ka pasur asnjë akt dhune ndaj 11 vjeçarit, dhe se në fund na ka udhëzuar që për më shumë detaje ti drejtohemi klubit të Arbanës. Trajneri në fjalë nuk ka mohuar as faktin se mban pozitën e gardianit. Ne jemi munduar të marrim edhe një përgjigje nga shkolla futbollit Arbana, por ata nuk kanë kthyer përgjigje. Nacionali është drejtuar dhe trajneri të shkollës së futbollit Drini i Bardh Destan Kabashajt, me të cilin futbollisti 11 vjeçar kishte shkuar në turne. Mirë po, Kabashaj ka mohuar se është përgjegjës për të dhe ka deklaruar se fëmia ishte sjellë në turne nga kryetari i klubit. Jo, më thonë veç që ose trajnerem unë atë mia që ku morëm, përgjegjës është kryetari i klubit, ai e ka marrë, unë nuk e mbon gjendje për ata që ka pas marrë ai. Thonë njëri është mi problem, dhe çash do të them. Po më saftohej, tregoj atij që unë jam gjithmonë më kon kundër ai marrë, do të thonë është mi probleme që ka ndodhur aty, unë s'm kon në atë moment, kështu që përgjegjësinë ta morën ata. Ta që shkojmë në atë, na bëm kombinime me trajnerët atë. Në kosta në parë. Kështu që kryetari i klubit përgjegjësi, ai e ka marrë, ai të përgjegjësi, unë s'më kurrë. Nacionali është munduar të marrë edhe një prononcim nga kryetari i klubit të Drinit e Bardh Mustafa Totaj, por deri në publikimin e kësaj video, ai nuk ka kthyer përgjigje.
Një rast tjetër, cilin e ka raportu gazetare Eriola Cacaj, ishte ky që ndodhi gjatë javës që po e lam pas në Vërmic, në pikën kufitare në Vërmic, ku një qytetar e ka godit me veturë një zyrtar policor duke i shkaktu lëndime të cilat nuk ka mujt më mbijetu. Ta ndjekim raportimin nga Eriola Cacaj. Një zyrtar policor ka humbur jetën si pasojë një aksidenti tragjik që ka ndodhur në Vërmic të Prizrenit. Bëhet fjala për zyrtarin policor Recep Gashi rreth moshës 59 vjeçare. Sipas Policisë së Kosovës, zyrtari policor ka qenë në detyrë zyrtare dhe gjatë mbrëmjes ka dalur për patrullim ku një veturë ka ardhur nga autostrada Ibrahim Rogova, që sipas policisë nuk ka qenë duke ju përshtatur shpejtësisë së lejuar dhe ka goditur viktimen. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor i cili ka dalë në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori kujdestar i cili ka urdhëruar që i dyshuari Dardan Dema, 28 vjeçar, të dërgohet në mbajtje për 48 orë, ndërsa trupi i viktimes është dërguar në IML për obduksion. Gjatë javës që lam pas, ka qenë edhe festa e Vidovdanit, cilën e festojnë në serbët në Kosovë. Festa ma problematike më ndodhe dhe serbët në Kosovë. Festa ma problematike, sepse edhe në thelb që është problematike, po mos ta zgjosim, po si çdo vit pothuajse 36 serb janë arrestu edhe janë denu prej gjykatës me nga 700 euro për thirrje nacionaliste edhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Ta ndjekim historinë. Në kompleksin memorial të Gazimestanit, në rastin e fesës së Vidovdanit, gjykohet me dënim me gjobë në shumë prej 700 eurove. Të pandeurit, Jovana Andrić, David Ivanović, Vladimir Bogojević, Vuk Petrović, Nemanja Maksimović, Aleksa Andrić, Nikola Denić, Daniel Milutinović, Goran Panović, Miloš Đurđević, Predrag Aksić, Danko Anshin, Aleksandar Ristić, Milan Naković, Mirko Radovan, Petrić, Tomislav Rakić, Danko Radić, Đorđe Savić, Svetomir Radić, Vuk Jovanović, Đorđe Petrić, Stanja Andra, Aleksandar Petrović, Stefan Tar, Zelenko Velić, Lazar Danović, Miloš Stefanović, Danijelo Ljutić, Saša Cetković dhe Nemanja Karanović, si dhe Damel Otashenović. Të gjithë me të dhëna personale si në shkresat e lëndës janë përgjagjës. Në kompleksin memorial të Gazimestanit, në rastin e fesës së Vidovdanit, ku morën pjesë rreth 750 pjesëtar të komunitetit serb dhe në përfundim të manifestimit, një umuri pjesëmarrësve fillimisht kanë filluar të broharisin parulla nacionaliste, konkretisht Kosovoje Serbia në gjuhën serbe, duke ngritur 3 gishtat në duar, simboli i cili në rrethona konkrete u përmend si shprehje e nacionalizmit dhe provokimi. Veprime këto që u morën nga ana e panderëve, me çka kanë kryer veprën penale për rrugën dhe rendin e qetësisë publike, për kundërvajtje të panderëve secilin veç e veç i shqiptar këtë dënim me gjobë. Ashtu që secili veç e veç gjykohet me dënim me gjobë në shumë prej 700 eurove, të cilin do ta paguajnë në afatin për 15 ditësh. Për pas këtyre storeve që i pat prej gazetares Eriola, ka qenë në gjykatën e apelit një seancë një personi gjykimi ndaj Saad Halilajt, i cili po gjykohet për një vrasje që ka ndodhur në 2013, vrasjen e një vajze 19 vjeçare. 19 vjeçare, po. 19 vjeçare, Edhe i njëjti ka qenë në arrati për një kohë. Në Britani të Madhe.
Atë sa e kuptova që i dënum për këtë rast është vllai i viktimës, i kësaj vajzës. Kjo vajza ka punu në një klub note, që i thonë muzikë valtore, këngëtare. Edhe vllai i saj, të paktën sipas Londës, sipas akta akuzës, nuk ka qenë i pajtimit që motra e tij të punoj aty, dhe kë së bashku me Saad Halilaj në bashkëkryrje, sipas akta akuzës, vrasin 19 vjeçaren, dhe tash dyshimet kryesore për përfshirjen e Saad Halilajt janë se ky me profesion është kasap. Dhe vrasja ka ndodhur me thik. Por pas vrasjes, Saad Halilaj është largu prej Kosovës, ka shku në Britani të Madhe, ku ka qenë në Arati deri në vitin 2025, ose 6 mos gabofsha. Në historinë e Rioles mundemi me ndjek detaje në lidhje me këtë rast. Veç se kam qëllu në vend gabun, kur gabun. S'kam lidhje me këtë vrasje në heq. Asë i fjallë kur pa e kur, kush e kam qëllu tokës me folë për këtë qështë, për vrasje tonë në gjeshte, bravo i fofë. Saad Halilaj dënua me 15 vite burgim për vrasjen mizorit të 19 vjeçares Ingrid Kullaj në vitin 2013 në Prizren, është paraqitur sot para gjykatës së apelit. Sipas aktakuzës, Halilaj dhe Saad Kullaj e vranin Ingrid Kullaj motrën e këtij të fundit në mënyrë dinake dhe mizore. Kullaj ishte dënuar më herët, ndërsa Halilaj ishte arratisur nga Kosova pas krimit dhe u ekstradua nga Britania e Madhe në vitin 2024. Ngjarja ndodhi më 4 qershor 2013. Sipas aktakuzës, Ingrid Kullaj punonte si valltare dhe këngëtare në një lokal note në Prizren. Vllai i saj nuk pajtohej me punën e saj dhe dyshohet se sulmoi me një thik 21.3 cm, duke i shkaktuar disa plagë që rezultuan fatale. Aktakuza thekson se gjatë kryerjes së krimit, Saad Halilaj dhe Saad Kullaj vepruan së bashku. Në Prizren, të parlamentit vërtinë të rëndat, të akuzurin se familja ka shkollën fajtor, se dhe penale vrasje rëndë, ka shkollën fajtor dhe ka shqiptuar në dënime politike 15 vite. Si përfaqësuesi palës së dëmtuar, ne nuk paraqesim kërkesë pasurore juridike, ndërsa për gjitha çështjet tjera janë lënë në vlerësim gjykatës. Dhe kemi kërkuar që gjykimi të prishet dhe të rendasë në gjykim. Për shkak se kemi konsideruar sepse gjykimi është i të bërë shkelje esenciale të dispozita procedurës penale komplet vërtetim gabum gjendjes faktike dhe shkelje ligjit penal edhe të vendimit viterim. I kemi paraqitur këto arsye, domethënë, vetë sa më pak sa serioze ka qenë në çështja e konsiderimit apo e këtë gjykimit, kur e merrni procedurën verbale dhe më shqiptu se çfarë ndodhi në gjykim, e shihni se e kanë marrë një e kanë grupin e Anglisë, një shqiptar të Shqipërisë, e kanë ullë vakën e të akuzuar kush të marrë të kanë dëgjuar shqiptarët, kanë dëgjuar ato, kanë dëgjuar ato, kanë mbikëtisë gjykimin, ja kanë dhënë dënimin e kanë thënë 5 shkota vuje dënimi në burg. Asnjë fjalë kur pa e kush e ka mësuar tokës me fol për këtë çështje, për vrasje tonë në gjeshte, bravo i foftë. Shkelje tjetër esenciale dispozita procedurës penale, në rreshtën e 7 dispozitivit gjejmë këtë konstatim. Dhe diku në orët e mëngjesit, pasi nuk është pajtuar Ingrid Kullaj të kthehet në shtëpi, pasi familja nuk është pajtuar me punën e saj si valltare dhe këngëtare në lokalet e natës, papritmas i akuzuar Saad Halilaj me thik së bashku me Saad Kullaj në fillim ta godasin. Kush e tha? Qysh e vërtetuar të gjendje? Cili person ke dëshmitar që tha që to, a foli ndjera, a pat kamera, a pat incizim, a kush e ka dhënë që fjali që papritmas diku tash po del para, diku ka mëngjesi, tash të diman ta janë gjatë, po diku ka mëngjesi, ka filluar me kështu me godi. Me çfarë vërtetu dispozitiv të gjykimit se në dhomën e fjeqës ka qenë i akuzuar i Saad Halilaj. Me të ndjenë, ajo ka qenë raport mes vllavët dhe motrës. E që lidhet drejt për drejt me shkeljen e ligjit penal, ku thuhet se ka pas motiv. Si dikur motivi i këtina, motra e dikun ta kthehet në shtëpi, në shkrim me mënyrë mizore apo dinake. Apo cila pas ka qenë dinakëria apo mizoria e tij. Cilat veprimet e tij janë dinake dhe mizore. Pas prokurorisë, pas ka punuar si kasap që lidhet me personin e tij. Ky pas ka qenë kasap. Sa të mbro. Kush i tha? Sa të lidhet me pozicionin e tij që ka mbytur në jetë. Në të shpart në avokati juve, në përkrafi të me shpart përkrafi të të qeshtë në avokatin. Qëfar ke për të deklaruar? Unë kam të deklaru që në seancën në gjykatë themelore të Prizrenit ka rekomanduar avokatin mos më folë për gjatë. Se
s'kanë prova për të afro. Kështu që mos u marrë me prokurorin e që atë prokurorin. Se në polici, se në prokurorin, se në canë, a para më këmë ndu këtë canë. Unë veç që kam qëllu në rënë gabun, këtë gabun. S'kam lidhë me këtë brase e heqë. Se qa kanë bëta në vetë, qa kanë në shumë, po në dytë me një mundësi për është që me mamanë, më këthyt në rëgjiken për me shpegu dhe i herë që s'kam folë ma herë. Edhe që me e parë, për në ata qa kam njën, edhe qa kam shumë rrata, qa kam përjetu. Këtë kësha da është për e që një përjetu. Okej, një vrasje makabre ka ndodhur gjatë javës së kalume edhe në Dragash, ku vra imami i fshatit për arsye krejt banale me atë sa kemi mujt me kuptu për shkak të ledinës, kullosave kështu këtë, edhe vrasje me thik po ashtu. Gazetarja Besarta Huti ka sjellë informacione më detajume lidhje me këtë rast. Një raje mes disa persona në fshatin Zlipotok të Dragashit përfundoi me fatalitet. Konflikti i cili u bë i ditur mbrëm rreth orës 23, raportohet se ia mori jetën imamit të fshatit Gazmen Zahirovcit. Imami 46 vjeçar vdiq si pasojë e plagëve të marra nga një mjet i mbret, sipas njoftimit të policisë së Kosovës. Motivi i kësaj ngjarje të rënd ende nuk dihet. Sipas njoftimit, i njëjti ishte dërguar për tretman mjekësor në QKMF në Dragash, ku mjeku kujdestar kishte konstatuar vdekjen e viktimës. Për këtë rast dyshohet B.H, i cili pas kryerjes së veprës penale fillimisht ishte në Arati, por që sot pas disa orësh kërkimsh i dyshuari është lokalizuar dhe është vënë në pranë nga policia e Kosovës. Sipas njoftimit të prokurisë themelore në Prizren, brenda afatit ligjor, prokuria do të parashtrojë kërkesë për saktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarve. Okej, Burim Pacolli këtë javë e ka trajtuar një temë mjaft të rëndësishme dhe që shpesh diskutohet për të në Kosovë, të drejtën e grave në trashëgimi. Ta ndjekim historinë e burimit, shikoni se ka kanë thonë edhe qytetarët edhe përfaqësues të këtyre organizatave për që i garantojnë, domethënë që gratë vetëse sipas ligjit kanë aspektin legjislativ. Po. Ta ndjekim historinë e burimit. Qysh regjistrohet prona? Çka duhet me ditë qytetarët edhe a ka interesim për regjistrim në emër të dy bashkëshortëve e po ashtu për ndarje ku përfshihen edhe vajzat. Zotnia, ki pronë në emër tonë? Po, që në emër temë, në emër të grosë. Apo a? Do me thonë bashkëpronarje ne? Po, bashkëpronarje me. Qysh jeni bo bashkëpronara? Më nësh me na kallëzu procesin? Shumë thjesht, shkon e blen, pastaj shkon në komunë, regjistron pronën edhe në emër të bashkëshortës. Edhe shkon në katastër e merret, që me thojnë asaj, një dokument që e pronarë dhe përfundon krejt. Po besoj ki fëmijë? Kam 2 djemë. 2 djemë, a? Tash ti pas ke 2 djemë ti, s'ka ka pyetja specifike se kesh të vetë, a kemi jalon edhe qikës, hisën? Ja, nëne, kur mos pyetni a kemi jalon të qikës. Pyetni a i keni nda... Pjesë barabarta? Jo, a i keni nda drejt me motrat. Jo, do t'i ndani me fëmijët e ju, se secili thot po për me fëmijët. Po pyeti pronën kur e keni trashëgu për baballarëve, për prindërve, a keni nda me motrat? Po, e ti a ke nda me motër? Unë ja kumlon krejt çka kam vllaznive, motra, unë s'kum marr kur gjë. Krejt çka kam për vete kam ndërtu vetë. Në çet storje kena me trajtu këtë çështje dhe kena me diskutu paraprakisht me drejtorinë e kadastrit edhe me i pyet çysh ka procedura e regjistrimit, edhe sa janë të vetëdijshëm njerëzit, personat për bashkëpronësi. E po ashtu edhe sa janë të përfshime gratë në prona. I jemi këtu me drejtorin e katastrit, gjeodezisë dhe legalizimit, zotin Gend Begolli. A më nësh me na tregu pak a shumë çysh ka procedura për regjistrimin e pronës në komunën e Prishtinës? Zakonisht katastri, si me thonë, është në fond regjistruesi përfundimtar. Mirë për disa procedura fillimisht që kryet një procedurë të noteri, një procedurë tjetër të gjeodetit nëse ka nevojë, dhe pas gjithë asaj procedure që bëhet, vjen mu regjistru në katastër.
Zakonisht pronat, si me thonë, regjistrohen edhe në emër të dy bashkëpronarëve, për shembull gru burr. Çto kesh të pyet? A regjistrohen sa janë rastet e shpeshta dhe sa ka ngritje të vedisimit për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve? Përpara nuk ka pas shumë, interesant. Mi po kohëve të fundit po hasim shumë në kërkesa ku regjistrimi bëhet në emër të dy bashkëshortëve. Ose për shembull babai i blen për një vend edhe për të 3 fëmijët e ndan, edhe janë vajza dhe djem, po. Ma herët e dim se me thonë që ka rritje trendit. Ka rritje trendit edhe besoj që jo tepër mirë që ka rritje trendit, edhe besoj që kjo, si me thonë, neve na bën shumë atë forë si popull edhe ma të vetëdijshëm edhe sidomos kur e dim që nana tona, gra tona, motra tona e japin një kontribut jashtëzakonisht madh shoqëri. A ka raste kur prindrit e regjistrojnë pronën edhe në emër të vajzës? Po, ka raste të shumta. Ka raste të shumta që shkojnë te noteri, shumica është me kontratë falje. Zakonisht ose për shembull një kontratë dhuratë për shembull që ja ka ble, ashtu regjistrohet në emër të vajzave. E cilat janë paqartësitë më të mëdha, cilat hasin qytetarët kur vinë te drejtoria juaj me kriju me regjistru pronën, domethënë, ku e kanë shqetësimin më të madh dhe ku i kanë ato mungesat në informacion? Përpara ka pas më shumë shqetësime dhe mungesa, sepse edhe, si me thonë, regjistrimi ose aplikimi është bërë në formë fizike. Mirë po tash kemi aplikim online. Aplikimi online bëhet direkt te noteri, edhe noterët e dërgojnë online në drejtoritë katastrit. Sigurisht mund problemet më shumë të mund me qenë për shembull të trashëgimit të mëhershme, ose ndonjë problem të ndonjë ndrimi të shkronjave të emrit, apo kupton? Më dhon kësi probleme, mirë po sa i përket në të përgjithshme ka begi shumë vedisim, nuk ka më ashtu të lashe të përgjithshme për regjistrim. A mendon që është më e thjeshtë se sa e menojnë qytetarët paraprakisht? Gjithsesi është shumë e thjeshtë. Cila është këshilla jote për qytetarët që hala se kanë përcaktuar statusin e pronës? Unë mendoj që gjithsecili prona është e shajt fillimisht, gjithsecili duhet më kujdes për pronën vet, gjithsecili duhet më pasë ku është prona vet, gjithsecili duhet më rregullu dokumentet për pronë, është shumë mirë që çdo trashëgimi të bëhet ose si më thonë çdo ndamje të bëhet sa janë njerëz të gjallë, se pastaj po merr kohë dhe edhe si më thonë merr më shumë punë dhe njëkohësisht unë kisha një mesazh që sa më shumë të vedisohen që pronat të ndajnë me vajza, si me thonë me motra, me nana, me gjinin femërore. Në informat kisha dashur m'ja jep, për çdo pronë, për shembull, nëse burri ose gruaja e ka ble për para martesës, atëherë ajo proni takon vetëm atij. Po në momentin që martohen, prona është e përbashkët. Mos harroni, prona është e përbashkët. Okej, tash jemi me gjyqtarin e gjykatës themelore, zotin Florian Krasniqi. Sa shpesh trajtohen rastet që lidhen me pronën edhe bashkëpronësinë në gjykatën themelore? Duhet theksuar se rastet, kontestet pronësore që ne ju thojmë në zonin vend të rëndësishëm në statistikat e landëve që janë pranuar në këtë gjykatë, madje mund të thonë se janë landet më komplekse që na i trajtojmë. Nuk mund të shprehemi me statistika reale, mirë po ka një numër të konsiderueshëm të rasteve pronësore. Kontestet pronësore derivojnë nga faktora apo rrethana të ndryshme që përfshin mungesën e gjatë të transaksioneve jo formale, pastaj mungesa e përkthimit të pronave, që kanë derivuar në kalimin e një kohe të gjatë dhe tani domosdoshmërisht pronarët e poseduesit e pronave kërkojnë që pronat e tyre të përkthehen në regjistrat kadastral dhe si rrjedhoi mundësia për shkak të kalimit të kohës së gjatë, për shkak të vdekjes së shetësve dhe blerësve, tani domosdoshmërisht mundësia e vetme për realizimin e drejtave ose vërtetimin e drejtave tyre pronësore mbetet rruga gjyqësore. Kështu që ka një numër të madh të rasteve pronësore. Pa pas një kontratë formale, nuk mundesh as me regjistru pronën në regjistrat kadastral. Kështu që nga momenti kur është bërë blerja e pronës në mënyrë jo formale, ka kaluar kohë e gjatë dhe pastaj mungesa e një kontrate të shkruar domosdoshmërisht qytetarëve ja u bën të domosdoshme që për të vërtetuar se janë pronarë të një paligjshmërie, cilën ata e posedojnë që një kohë të caktuar, ta kërkojnë përmes rrugës gjyqësore. Pra, po, është mungesë e regjistrimit, është kontestet pronësore janë kryesisht faktori mos regjistrimit me kohë dhe informalitetit të transaksioneve lidhur me paligjshmëritë. A mund të shmangen këto probleme, si me thonë, nëse prona në fjalë regjistrohet me kohë? Fillimisht po e theksoj se kohët e fundit ka një rënje të numrit të kontesteve pronësore, sidomos në
lidhur me palishmëritë, pra ekziston një rritje e vetëdijësimit të qytetarëve që shitblerjet e palishmërive, po edhe ndarjet e pasurisë mes familjarëve të bëhen në formë formale të regjistrohen katastër. Ndërsa sa i përket shmangjes së këtyre kontesteve, po regjistrimi me kohë është një faktor që ndikon në rënien e kontesteve ose mos lindjen e kontesteve të tilla, për shkak se në momentin kur kontrata për ndarjen e pasurisë familjare nënshkruhet në formë të akti notarial dhe menjëherë kryen regjistrimet në regjistrat kadastral, atëherë domosdoshmërisht ekziston një siguri e madhe për të drejtat që personat kanë fituar nga ajo kontratë, sepse në momentin e regjistrimit pronarët regjistrohen si pronarë dhe pastaj është shumë e vështirë kontestimi i validitetit të asaj ndarje ose asaj kontrate. E sa është e rëndësishme për familjarë që me diskutu sa ma herët çështjen e pronës edhe trashëgimisë? Sa ju shmangin sfidave dhe proceseve burokratike gjyqësore në të ardhmen nëse e kryejnë sa ma herët këtë proces? Në këto raste barra bie mbi pronarjen e pasurisë. Pra nëse një person pretendon që përse gjalli t'u ndaj pasurinë trashëgimtarëve të tij, fëmijëve, bashkëshortes ose kurdo që atëherë barra mbi diskutimit për realizimin e një ndarje i takon vetëm pronarit, sepse ai duhet të merr, ai ka të drejtën të disponojë me pasurinë e tij dhe vetëm nga ai varet iniciativa për ndarjen e pasurisë. Kështu që është e rëndësishme, mirë po barra bie mbi pronarin që dëshiron që përse gjalli pasurinë e tij ta disponojë tek trashëgimtarët e tij. Cili është mesazhi jot për personat dhe njerëzit që e shohin këtë histori dhe që i kanë ende të pasgjidhura këto çështjet e pronës dhe trashëgimisë? Nga pozita të cilën u drejtohem, ndoshta duhet më qenë pak i rezervuar, mirë po kryesisht e iket jo formalitetit të bartjes palishmërive. Pra çdo bartje palishmërive bëhet në formë formale, pra përmes nënshkrimit të kontratave tek organi kompetent dhe regjistrimit të tyre. Siç u tha dhe në intervistat me drejtorin e kadastrit të Prishtinës zoti Gent Begolli dhe me gjyqtarin e gjykatës themelore të Prishtinës zotin Florian Krasniqi, regjistrimi i pronës nuk është diçka e komplikuar. Krejt çka ju duhet është kontrata e shitblerjes ose dokumenti për bartjen e trashëgimisë, e nënshkruar prej palëve dhe e noterizuar nga personi i autorizuar. Pastaj dokumentet dorëzohen në kadastër, bëhet verifikimi dhe prona regjistrohet në emrin tuaj. Pra puna është shumë e thjeshtë. Me dokumente të rregullta prona juaj bëhet e sigurt, e qartë dhe e mbrojtur ligjërisht. Mos e shtyni për ma vonë, bëje tënden, regjistroje pronën. Në momentin kur po e xhirojmë emisionin, dy gazetarët tonë, Berat Buzholla dhe Burim Pacolli, ndodhen në Gjermani, por para se të shkojnë në Gjermani, gazetari Berat Buzholla e ka bërë një storje ku ka tregu në fakt se prokuroria ka nisë hetime ndaj kompanisë Exfis në lidhje me dallaveret sipas storjes dhe sipas hetimeve të prokurorisë, të cilat po ndodhin në aeroportin e Prishtinës, për çka udhëtarët po detyrohen me pagu më shtrejt biletën. Ta ndjekim storyn. Erdhëm prej Prishtinës në Stuttgart, fluturimi zgjat rreth 2 orë, edhe për këtë fluturim aeroplani Airbus 320 i shpenzon dikon 1600 gallona. Sigurisht që kjo video nuk jam ka bëj videon me kallëzu sa harxhon aeroplani, po me kallëzu sa po vjedh Exfisi me limakun. Lajmi është, nuk është lajmi ky, sepse e kena bokit sa. Lajmi është që prokuroria speciale më në fund ka fillu hetimet për këtë çështje. Çka ndodh në aeroportin e Prishtinës? Secilin aeroplan që e shihni këtu e ka vetëm një mundësi për me u furnizu me kerozin, ani pse rregullat janë tjetërfare, ani pse ka vendim gjykatës e cila i kërkon aeroportit që m'ia heq monopolin. Ky establishment politik, kjo qeveri e ka pas gojen plot me rregullat tregut lirë, e ka pas gojen plot me luftë kundër oligarkisë, nëse e moni men, nuk është një sekret i madh kjo kështu që e bojnë. Ky simboli i zgjedhjeve. Pse nuk e kanë bën në aeroportin e Prishtinës? Pse njëri prej bizneseve më të mëdha në vend, që është Exfis, vazhdon me kon oligarku i preferuar i Albin Kurtit. Mos harroni, kerozina në Prishtinë, në Slatin, për shkak të
kësaj marrëveshje kriminale ka ndikim direkt në biletat e juja që vini edhe shkoni prej aeroportit Prishtinës. Po saqërisht kjo i impakton diasporën, cilët paguajnë biletat më të shtrejta sepse kerozina në aeroportin e Prishtinës, besoni ose jo, kushton më shtrejt se sa në aeroportin e Zyrihit, më shtrejt se sa në aeroportin e Munihit, më shtrejt se sa në krejt aeroportit. Imagjinojeni një situatë ku për shembull në rrugët e Prishtinës me pas drejt me shit benzin veç hibi ose veç shelli. Normalisht e çmimi i shkon më i lartë. Që kjo situata në aeroportin e Prishtinës. Ka drejt me shit veç Eksfisi, kurse Eksfisi edhe zyrtarisht është sponsor i lëvizjes vetëvendosje. Na kena raportu, jo veç na, shumë prej medjave kanë raportu se pompat e Eksfisit kanë qenë donator të fuqishëm të lëvizjes vetëvendosje gjatë zgjedhjeve. Gjitha veturat e lëvizjes vetëvendosje janë furnizu me karburant gjatë zgjedhjeve në pikat e Eksfisit. Domethënë, në 7 vendet Bashkimit Evropian, një gallon kushton, le të themi, $3.75. Ndryshon, po që kjo mesatarja. Në Prishtinë është €4.75. A diku është Hilja. Hilja është aeroporti edhe Eksfisi nuk po e respektojnë një marrëveshje që aeroportit me i taku 2 cent në gallon. Eksfisi vazhdon me ja pagu 12 cent. Edhe pse kjo ma shumë duket skem kriminale se sa reale. Pse duhet Eksfisi me pagu 12 cent aeroportin ku marrëveshja është 2 cent. Këtu ka pas reagim edhe te regulatorit aeroportit, i cili e ka pas konsideru ilegale qëtë raport mes Eksfisit edhe aeroportit. Limaki e ka pas qu regulatorin gjykatë komunale. Gjykata komunale ja ka hull poshtë limakut. Pra, krimi të kerozina në mes aeroportit edhe Eksfisit është i shtresum, është në disa nivele. Kjo është pra një prej arsyeve që Berati, kjo është temë që ndjek qysh mëti, dhe më thonë me qëtë monopolin që ju ka leju Eksfisit në aeroportin e Prishtinës, kundërlidhshëm sipas raportimeve të Beratit, sepse ekziston një vendim gjyqësor që në pas konkurrencë. Po, sepse edhe ligji në Kosovë nuk e lejon monopolin. Kështu që edhe pas vendimit gjykatës, prap aeroporti, institucionet këtu jam mundsojnë Eksfisit me vazhdu, me operu si monopol edhe si pasoj, paguajna ma shtrejt bileta se gjithë kënë tjetër, arbër në s'mu me folë shumë për këtë pjesë se te u thënë ma shpesh, po unë jëm një prej atyne që te për pak e his e ka shfrydzu liberalizimin e vizave. Te për pak e his dëmtohet me bileta. Po, dhe më thonë unë dëmtona gati his. Veçan nuk përdu me i bo kundër reklam e aeroportit Prishtinës, se kështu në pomje dhe kur më karo me zbrite me qenë aty, është fantastik, po them apet s'pe i bëj kundër reklam, mirë po në zakonisht biletat i marrë në Tiranë. Po dhe së është ma lirë. Shumë ma lirë. Po dhe? Zakonisht ma lirë. Mënyra që funksionon, për që shkurt mënyra që funksionon tregu, qysh e kemi këtu dhe kamermonin Albionin, i cili është siguron pasionant në udhëtime dhe kjo e shfrytëzon Tiranën duket ma shumë. Mënyra se si Albion Tirana, ma lirë? Ma lirë dhe s'folinja, mënyra se si e kanë menaxhu tregun e aviacionit Shqipëria është për çdo lavdot, do me thonë, sa lirë mundën me na ofru bileta dhe sa mundësi për aeroporte, për me zbrit në aeroporte, qytete të shteteve perëndimore është jashtëzakonshme. Do më në krymë punë, në cilin do shtet, cilin do qytet që kemi zbrit, gjenë bilet, gjenë lirë, gjenë mirë, edhe avancën. Te për e rëndësishme kanë herë arbër me i pa shtetet në Ballkanin perëndimor, se shpesh herë harrojmë, po do më thonë është mirë me i këshyrë si spektator kështu prej naltit. Do më thonë adin, kushdo që të ecë ma mirë. Me marë si model. Po, dush me marë si model e dush me di që është u bu superfuqi në Ballkanin perëndimor. Teritorin ku na operojnë. Po, qoftë edhe Shqipëria, do më thonë dush me u krahasu çka po ofron ti, sepse qytetarët në Ballkanin perëndimor nuk kanë më gajle A është në Tirana në Prishtinë, jo, absolutisht. Asë në Beograd, do më thonë se do më thonë ki për çështje të
trajtime shëndetësore, shumë njerëz i drejtohen domethënë Serbisë, sepse e ka ofruar që ato një shërbim më të mirë, domethënë nuk merret me spitalet. Për shembull, aeroporti i Shkupit edhe aeroporti i Prishtinës prej plot qyteteve ose është njëjtë ose më afër, për shembull prej Gjilanit është më afër aeroporti i Shkupit. Po. Ma ofër më rrinë Shkup se sa në aeroport Prishtinës. Pro, du të me pas parasysh që na kalkulojmë. Po, du të me pas parasysh këta operatorët edhe shtetet se globalizmi e ka që të liberalizimi i tregut e liberalizimi i lëvizjes lirë e ka që të kontekstin e konkurencës dëshme qenë shumë përgatit, sepse pastaj edhe Prishtinalia këtë që banën në Arbri ose në Ulpion edhe këtë shkën Shkup. Po këtë shkon Tiranë ose që sigurohet si Albionit që Prishtinë tëngë. Po shkon Tiranë. Çashtet. Kështu që me qenë shumë vizilent. Normalisht sa më shumë me ofru me pas konkurrencë lirë, me pas shumë kompani aty, sepse çashtu bjen çmimi. Domethënë për ndryshe nuk bjen. Okej, po shkojna me një maseve si jena afër fundit, kështu po shkojna me një dy storie pak më fan, kështu më jo zyrtare, që shme thonë. Po, Berat Buzholla dhe Burim Basulli janë Gjermani, si që thash. E aty ka kompani që marrojnë edhe qebopa. Po, lirë. Jo, ishin taku me një sipërmarrës, domethënë shqiptar në Gjermani, njëri të suksesshëm, si i thojmë na, edhe mundeni me ndjek se çka kanë bisedu me ta. Po më do këtë Berati pak edhe ishin rok. Po, këtë qytetari me sa e posh në video, se shkurt e posh videon, me sa e posh këtë qytetari që banon në Gjermani, kësh biznes atje, ishe sukses shumë, po diçka me Beratin si kësh mund mirë. Tha ty, zdi qka. Okej, ta rikë në ndjekin. Kështë nuk t'kena ty fan qef, unë e po që dina që është e orti këtë. Po mos me që nga pare t'juve qenis Johana atje për shuj. Që po me hidhët bët ja marrë një fotografi të Valon Sylës, në t'ja kalzuk që. Rejni u sarë që. Kur hes që i hoj, ja. Babosha je i gatshëm për krejt që to. Qish po dohet që bapi? Pasha zote të shumë mira djallësh. Për një me? Po për best. Kajmak. O edhe po u gjithë s'ka letë, po më dohet. Kështu që e kam një djallë dajes të mjek është në Augsburg. Robert hade se që bapa t'i gjeta këtu. A i deke më ardhë në Saron në ditë, edhe a ka me ble që bapa atje dhe ke. Në Saron që bapa? Po në Saron dhe ke që bapa, që kuj pas ka që bapa këtu? Robi? Po ka marakli që bapa. Shumë? S'ka faj valo. Pa se di që thama, i që bapa të mirë janë, po. Ja, pa që bapa. Pa në deti të i bësi kësha hangër fërt, apo dhe ma shumë pesh kësha hangër. Pa tënë, apo e mund që to? Që to krejt do me thonë fabrik tone prodhohen. Po, krejt prodhohen këtu. Këtu tash qena të Morina, prodhohen ekstra të Morina. E qa eksportojna edhe ati mja që atje në Saron, edhe na i dit, i prodhojna njëri. Recetat, e kujna është, qysh është receta? Këtu të Morina është recetat taman e shqiptarve që ka morraj prej atje katunit vetë, dhe me thonë, pej mamushe, edhe që ashtë të shien, dhe me thonë, është. A në atë fabriken ku nëse do një shkojnë ama punë, atje shkojmë e ja tregoj, atje është recepta e familjes Leshi, Uran Leshi. E kalzëm një sen, këta të vetë vendu se sa hojnë që bapa një e qyfte a veç këta tjertë. Po, qëre, se ju që si vetë vendu se ju një mësu me hongër krudo e se a vëdhen, peshe, kështu. I të në ishë më do këtë. I të në ishë më do këtë. Unë jam i Kosovës, diaspora edhe prekozi janë të Kosovës. Po, kur jena unën e drejt, ti gjithë do kështë tani ka aj, apo ti? Ta shënë se di, her del ka aj, her ka aj, po kur e mbrojnë drejtën, ta shënë di ka me dojnë. Njëso raste dollëm, nashta ka vetë vendus, njëso raste dollëm krejt PDK, po tash kur flet drejt, tash ata më varet, a janë drejt, as janë drejt. Am përgjithsi, na diaspora, edhe prekozi, e lujna i farolit të opozites, kletë, jo shumë tronë. E ka zëm një sen, a zatetën e herë këtu, ty kështë nuk t'kena ty fan qep, unë e po që dina që është orti këtë. Kështë të një ju diaspora? Po na ty diaspora, na Mos ma qelë gojën. Mos ma qelë gojën. Ja, nuk ka ke bashkë, për herë të porë, po që. Mos ma qelë gojën. E ka zëm, a takohen këta herë këtu, këta vetëvendusës me këta tjertë.
Atakoheni vëlla. Po, more, na edhe arreni u sarçi. Por heci, ho, janë. Diaspora e na të bashkuar. Po, bashkuar Albinit. Jo, për rrëth Kosovës. Rrëth Kosovës. O, kur po vinë të vuta Qure që janë në gji. Pju vje mërzi. Te avaj përcen pësin e në veti. Daj, që bobat e mirë. Ngëm, që bobat e mirë. Që bobat janë mirë, me rëndësi. Amo ngëm, une menoj kështu. Na diaspora e dojna Kosovën që dën një njeri nonën e vetë. A pëdën pa hile. Tash kërën dën nonën pa hile, e dën fërë. Tash nëse dikush të thët që për ta këshyri nonën mirë, dhe që ato tani e dën. Po tani kër e shef faktin a për ta këshyri për i me mirë, ajo kohë zgatë. Tash të nashta, me kalimin e kohës e vrenë, a ta ka këshyri nonën mirë, a nuk ta ka këshyri nonën mirë. Sa duhet me kalu që kjo kohë, a u gati me kalua. Po tash njerë e kena mbështet për shembull, unë më konë fëmin atë kohë, po diaspora ka mbështet njerë i Ibrahim Rugove në PDK. Tani Hashimin PDK. Domthon sa u konë Hashim thotë që na krejt diaspora, tash të shumica e në konë me PDK. Po. Se qaj që na ka këqyrë neve në dhe patriotizmin që na ka rrinë. Tash ka ardhur koha, po mdoket e Albin Kurtit, po... Na përzi që jeni, pëse për keni qef ju me na përzi neve atje? Po pare të na pi dëni, kur ti dush pare dhe me leju me përzi, ajo për shparet nga përua. Jo, a di që shpë thëni? A t'ja bojnë a vlonë? Jo, bra, a lojmë krejt, As paret, po mos me që na paret juve qenis Johan atje për shuj. Sholla po më rrini amër ta që baba unë me tik për këtuit. A na keni ka pak i noti me na po të bëse fatje. I noti, jo, që gjelëzdojnë. Allo, jo gjelëzdojna. Ju qdo shtu në dile bashkanin dhe. E vërtet, e vërtet. Jo, ma posht. A i një dollë dhe mi. Po, edhe pak ma posht. Halo, ko halo. A po shkën edhe në Greqia. Në Greqia. Qameria, disë na diaspora Qameria. Po mdoket që tut një ka pak mas e na t'i bo shumë se fa natë. Ja, na nuk tutëm, na kena kontribu që ju me bo se fa. Na kena kontribu, na drejtë. Po shapjojnë sa që bopat mirë ko kanë shumë. Ani që bopat, edhe hajde se ko me t'knosh mu habet. Hajde, edhe shkujmë të fabrika, ta gjyllë të fabrika. Unë jem kësi diaspore për para më nëje. I diasporës, i drenicës dhe qërë qysh është. Jo nuk jem, unë s'jem partijak. Partia jo në Kosovë, e prekozit të diasporës, edhe do të me konë gjështë, edhe për këtu e për bëjë thire kejt diasporës, vish Kosova, partit politike këtale pojnë që a dojnë atje me zveti. Na do të minimu Kosovës, pa më vracush, a do beroti, as do beroti, na kena minimu. Ka posilën po dalë që... Që po me hidhës bët ja marrë një fotografi të Valon Sylës, në t'ja kalzu që... Kush është Valon Syla? A i Gërnoqa që ju dhe i gejime. Okej, kom dhe gju për të. Njëjtë që shëndjekëm që të story, Arbër, gjatë javës, policia e shkon të ndjek një skutere. Do më thonë nuk e di janë të të ranë sy, a janë të i ranë sy qytetarëve, të rinjtë që po rrezikojnë pa kur farmasë mbrojtëse me do farë skutera, jo shumë mlajnë ashta, 100 kubikësha kështu, zdia ka 100 kubikë, unë s'marrë vesh. 128, as di që është. Po, okej, 125, e këmë kujtu që e këmë po 125 CC. Qartë, po. Edhe, ishtë ndjekë, të më thonë Visar Kadrolli e ka ingjizu, edhe ka dërgu si video, ta ndjekim si përfundim, edhe nëse dënë më mbu mbylljen, apo pas videos? Jo, pas videos, për. Okej. Okej, Visar Kadrolli, fotoreporteri jonë, edhe shkën aty ku është Gjorja, po edhe qëllën Gjorja. Qëllën, kanë herë viktim. Po, të e njëngë policia motorin e qëllën që atë. Qësë qëllëjonën, qësë... Ola bash. Me qësë dhe rre rrugëve, pak ma shumë se na. Po, silët. Do më thonë, Visarit e na është në stëtë në teren, kështu që qatë do si marën për terenit, shpesh herë Visarit është i parin e vendin Zarës, para se me mbrit na gazetarët e terenit atë. Okej, patëm një 2-3 tema për këtë emision, po besoj edhe në emisionin harshëm, i kemi 2-13 të tjera,
në tarshmin edhe 2-13 tjera, kështu çdo javë, për me mbajt të informuar qytetarët edhe me po problemet me cilat po ballafaqohen. Arbër, epizodin 26 krya? Po, 26. Tash kena me anis me marrë musafere, se do më thonë, do të me... Do të me zgjenu. Po, do të me zgjenu si tavolinë. Okej, faleminderit për këtë epizod. Faleminderit.